Janë bërë më shumë se një javë kur presidentja e vendit Vjosa Osmani mandatoi për mandatar të dytë Glaukon Jupcën e vetëvendosjes për krijimin e qeverisë së Republikës së Kosovës. Osmani para mediave kishte deklaruar se është bërë në përputhshmëri të plotë me Kushtetutën e Republikës së Kosovës mandatimi i zotit Glaukon Jupca. Në përputhje me Kushtetutën, presidentja u shpreh se kishte mandatuar zotin Konjufca si kandidat për kryeministër, duke respektuar përgjegjësinë për të ruajtur stabilitetin e vendit dhe për të shmangur zgjedhjet e jashtëzakonshme. Tani kur ka mbetur më pak se 5 ditë, Glaukon Jufca nuk është duke u bërë i gjallë për të treguar se ai ka votat për krijimin e qeverisë së Republikës së Kosovës apo vendi do shkojë në zgjedhjet e jashtëzakonshme. Gjithashtu, Konjufsa nuk është duke treguar nëse ka arrit ndonjë marrëveshje me partitë politike opozitare apo me ndonjë individ të minoriteteve. Në anën tjetër, partitë opozitare janë duke kundërshtuar krijimin e qeverisë së re të Republikës së Kosovës e udhëhequr nga Glaukon Konjufca. Për opozitën, zgjedhjet janë e vetmja zgjidhje për Republikën e Kosovës. Ndërkaq me 26 tetor të këtij viti, mandatari i parë Albin Kurti dështoi për ta krijuar qeverinë e re të Republikës së Kosovës, i cili i mori vetëm 56 vota për, dhe u bë i pari në historinë e Republikës së Kosovës ku kuvendi nuk e miratoi kabinetin qeveritar. Por ato ta pret edhe Glaukon Jupcën fati i njëjtë sikurse i Kurtit, mbetet të shihet në seancën ku do të thirret seanca e jashtëzakonshme dhe pritet të votohet qeveria e re e Republikës së Kosovës.